Familjarët e viktimave në Maqedoni, drejtësi nuk ka. Kush do të ma kthej djalin? Kanë folur mes lotësh disa nga familjarët e tragjedisë së ndodhur në Koçan, ku në një lokal nate kanë humbur jetën 59 persona si pasojë një zjarri. Familjarët shprehen të tronditur për fëmijët e humbur dhe sipas tyre nuk ka dënim që do e shlyej këtë krim të rënd. Kam humbur djalin e shokut dhe jam nga Serbia, kam ardhur nga Serbia këtu për t'i ardhur në ndihmë shokut. Ende nuk janë duke bërë analiza se kush është djali, ende nuk e din gjendjen. Djali i shokut është 24 vjeç, ka qenë me të dashurën e vet dhe kanë humbur jetën të dy atje. Humbëm djalin 24 vjeç. Do organizojmë protesta me familjarët e të humburve në Koçan. Kemi nipin e humbur në këtë fatkeqësi. Ne e dim se si ndihemi. Nipi ishte 21 vjeç, ai ka qenë në punë, ka punuar dje kamarier. Nuk di çfarë të them, ju lutem mos më pyesni më se nuk mund të përgjigjem. Në rastin konkret nuk kam familjar, por miq dhe të afërm që kanë humbur jetën në vendngjarje. Kjo është një tragjedi e madhe, një dhimbje e madhe dhe nuk mund të përmbahej, është një katastrofë. Fjalë për të na dhënë shpresë nuk ka, fëmijët nuk shkojnë në shkollë dhe nuk e di si do të funksionoj. Unë erdha për terapi personale këtu dhe për fat të keq u ndjeva shumë keq. Nuk besoj se do të ketë drejtësi dhe njoh shumë njerëz që kanë humbur edhe jetën dhe djali ku punon burim ka vdekur, i cili studionte në Bullgari dhe ishte viti i dytë në fakultet, i cili ishte 22 vjeç. Sot e morëm lajmin e humbjes së jetës së tij. Dje ishte në spitalin e Koçanit. E dërgua në Bullgari dhe sot na thanë që ka humbur jetën dhe s'kem informacione të tjera. Dëgjova se sot mbahet protesta te parku i qytetit, por nuk e di çfarë do bëhet.